Metoda e Gaussit për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve është ndryshe nga metoda e Kramerit. Do zbatojmë vetit e përcaktorëve, marrim në fillim matricën 1, 2, 1 të koeficientëve, minus 1, 3, 4, 4, minus 1, 3, dhe termat e lirë, minus 2, 0, minus 6. Kjo është ekuivalente me rreshtin e parë e lëmë siç është 1, minus 1, 4, minus 2. E shumëzojmë rreshtin e parë me minus 2 dhe e mbledhim me rreshtin e dytë. Nuk prishet vlera e përcaktorit. Minus 2 plus 2, 0. 2 edhe 3, 5. Minus 8, minus 1, minus 9. Minus 2, 4 plus 0, 4. Edhe këtë tjetrin do ta bëjmë 0. Heqim nga rreshti i tretë rreshtin e parë. 1 minus 1, 0. 4 minus minus 1, 5. 3 minus 4, minus 1. Minus 6, minus 2, minus 4. Kemi bërë 2, 0. Do bëjmë edhe këtë pesën këtu që t'jenë të gjitha elementet nga e majtja diagonales kryesore t'jenë 0. E shkruajmë të parin si që kemi 1, minus 1, 4, minus 2. Edhe të dyti 0, 5, minus 9, 4. Tani për të tretin zbresim nga i treti të dytin. 0 minus 0, 5 minus 5, 0, minus 1. Minus minus 9 vete 8, minus 4, minus 4, minus 8. Kur arrim këtu, kjo tregon që koeficienti pranë z-ës është 8. 8 z baraz me minus 8, z dele barabartë me minus 1. Tek ekuacioni i dytë, kemi 5y minus 9z baraz me 4. 5y plus 9 baraz me 4. 5y baraz me minus 5. Y baraz me minus 1. E para kemi x minus 1y plus 4z që kemi minus 1 baraz me minus 2. X plus 1 minus 4 baraz me minus 2. Që këtu x i baraz me 1. Zgjidhja e këtij sistemi është treshja 1 minus 1 minus 1. Pra, gjithë kjo metodë është që ne të bëjmë nga ana e majt e diagonales kryesore t'i bëjmë 0 në mënyrë që të eliminojmë dhe të nxjerrim ekuacionin e fundit me një të panjohur, nëse arrim ta bëjmë dot. Marrim të dytin. Matrica ka përcaktorin 1, 2, 3. 2 minus 1 minus 4. 1, 3, 5, 1, 2, 3. Të parin e lëmë si që është. 1, 2, 1, 1. E shumëzojmë me minus 2. E vëm minus 2 këtu. Minus 2 plus 2, 0. Minus 2 her 2, minus 4, minus 1, minus 5. Minus 2 plus 3, 1. Minus 2 plus 2, 0. Tani e shumëzoj me minus 3 të parin dhe do ta mbledhim me të tretin. Minus 3 plus 3, 0. Minus 6, minus 4, minus 10. Minus 3 plus 5, 2. Minus 3 plus 3, 0. Minus 3 plus 3, 0. Shikojmë dhe njerë. 1, 2, 1, 1.
me minus 2 plus 2, 0, minus 4, minus 1, minus 5, minus 2 plus 3, 1, minus 2 plus 2, 0. Vazhdoj me minus 3. Minus 3 plus 3, 0, minus 6, minus 4, minus 10, minus 3 plus 5, 2, minus 3 plus 3, 0. Vazhdojmë. 1, 2, 1, 1. 0, minus 5, 1, 0. E shumëzojmë të dytën me minus 2 dhe e mbledhim me të tretën. Minus 2, për e vendosim këtu dhe pastaj dhe e fshim. Minus 2, 0. Kjo vete plus 10. Minus 10, 0. Minus 2 plus 2, 0. Edhe kjo tjetra del 0. Çfarë na tregon kjo? Kjo tregon që zeta mund të marrë vlera të çfarë doshme dhe kemi minus 5y plus z baraz me 0, ose zeta është e barabartë me 5y. E zvendësojmë tek i pari, x plus 2y plus z baraz me 1. X plus 2y plus 5y baraz me 1. X i barabartë me 1 minus 7y. Z e barabartë me 5y. Ky sistem ka një pafundësi zgjidhjesh, ne y-it i japim vlera çfarë të duam, gjejmë vlerën e x-it, vlerën e y-it në funksion të vlerës që gjetëm të y-it edhe z-ën dhe x-in. Y pra është çfarë do, merr vlerë të çfarëdoshme. Për këtë sistem përdorim një metodë të çfarëdoshme. Mbledhim anë për anë të 3 ekuacionet dhe kemi 2x plus 2y plus 2z e barabartë me minus 1 plus 1 dyta plus 1 treta e barabartë me minus 1 gjashta. Vet x plus y plus z baraz me minus 1 e 12. Zvendësojmë dyshe dyshe. X plus y është minus 1 plus z baraz me minus 1 e 12. Z baraz me 1 minus 1 e 12. 11 të 12. Zvendësojmë y plus z-ën 1 dyta. X plus 1 e dyta minus 1 e 12, x i baraz minus 1 e dyta minus 1 e 12, minus 7 të 12. Zvendësojmë x plus z, y plus 1 e treta baraz me minus 1 e 12, y minus 1 e treta minus 1 e 12, yn 4, minus 5 të 12. Zgjidhja e sistemit është treshja. Minus 7 të 12, minus 5 të 12, 11 të 12. Të zgjidhim sistemin. E zgjidhim me metodën e Kramerit, sepse tek përcaktori 1, 2, 3, minus 2, minus 4, minus 6, 3, 1, 2, kemi shtylla e dytë është marrë nga shtylla e parë e shumëzuar me minus 2, në bazë të vetive ky përcaktor del 0. Gjejmë përcaktorin me koeficientët pranë x-it me termën e lirë. 5, 5, 8. Minus 2, minus 4, minus 6, 3, 1, 2. Baraz.
E zbërthejmë si pas shtyllës së parë, 5 që shumëzon, minus 8 plus 6, minus 2, minus 5 që shumëzon, minus 4 plus 18, 14, plus 8 që shumëzon, minus 2 plus 12, 10, minus 10, minus 70, plus 80, baraz me 0. Nuk ka nevojë ta vazhdojmë më tutje, me qenë se delta x-i është 0 dhe delta kryesore del 0, sistemi ka një pafundësi zgjidhjesh. Ka një pafundësi zgjidhjesh. Ose zgjidhja është e pacaktuar.